Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vijon përplasje në distancë me kryetarit komunës Tetovës Bilal Kasami me anëtarët e kabinetit të kryeministrit Mickovski. Gjatë një paraqitje publike, ministri i Arsimit Vesna Janevska shfaqi pak kënaqësi nga komunikimi në gjuhën shqipe i kryetarit të Tetovës Bilal Kasami me gazetarët e mediave në gjuhën shqipe. Në këto kushte vlen shpërkeqardhje për këtë qasje të ministres Janevska ndaj gjuhës shqipe dhe në këtë rast theksohet se një qëndrim i tillë bie ndesh me frymën e respektit dhe bashkëjetesës që duhet ta mëshirojë çdo përfaqësues institucioneve shtetërore. Në një shoqëri demokratike dhe multietnike, kur dhe diplomatët e huaj që qëndrojnë në vendin ton 2-3 vite i mësojnë disa fjalë edhe në gjuhën shqipe, të jesh ministër, madje ministri i Arsimit, edhe të mos dish asnjë fjalë të gjuhës së bashkëqytetarëve shqiptar dhe të reagosh ndaj përdorimit të gjuhës shqipe, kjo është vështirë përkthyeshme në terma të bashkëjetesës, qytetarisë dhe respektimit të tjetrit në një shoqëri multigjysore, thuhet në reagimin e koalicionit Vlen. Gati gjysma e të rinjve në Maqedoninë e Veriut janë pesimist për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ky ndek mes shpresës dhe realitetit, interesit dhe mosbesimit, idesë europiane dhe sfidave lokale krijon bazën e euroskepticizmit të rinjt. Kërkohet një veprim i koordinuar, i partnerizuar dhe afatgjatë për të përfshirë të rinjt si krijues dhe jo thjesht si audiencë, theksohet në publikim. Sipas studimit i cili përfshiu një anketë online me mbi 1000 të rinj, rreth 46.5% e tyre nuk besojnë se vendi do të bëhet ndonjëherë antar i Bashkimit Evropian, ndërsa 35.8% mendojnë se kjo është e mundur, por në një të ardhme më të largët. Vetëm 6.7% besojnë se vendi mund të bëhet antar në 5 vite të ardhshme. Në lidhje me pengesat kryesore për integrimin, të rinj përmenden korrupsionin, mosmarrveshje dypalçe dhe 60% mungesën e besimit në institucionet shtetërore. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti festoi me Faton Pecin fitoren për komunën e Mitrovicës së Jugut në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Bashkë me Pecin me Plisën në kokë ata kanë festuar fitoren duke falendëruar qytetarët për mbështetjen që u dhanë. Në këto zgjedhje, kandidati vetëvendosjes Faton Peci fitoi rreth 53% të votave, ndërsa rivali i tij, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Arjan Tahiri siguroi rreth 46% të votave. Ministri në detyrë i punëve të brendshme i Kosovës Xhelar Zveçla duke komentuar rezultatin në Prishtinë tha se askush nuk është fituesi dhe se humbësit janë qytetarët. Sipas tij, fitoria e përparim Ramës nga LDK erdhi për shkak të një koalicioni pazaresh. Koalicioni LDK, PDK dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, oligark e disa kuazi media do t'i kushtojnë më së shumti qytetarit. Mbetet që angazhimi ynë të minimizoj dëmin e zvogëloj çmimin gjithmonë në të mirë të qytetarit dhe shoqërisë, shkruan Zveçla. Sipas ministrit, janë disa që dhe kur bëjnë shkelje luajnë viktimën. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës përshëndet rezultatin e zgjedhjeve të pjesshme vendore. Kreu i saj Ramush Haradinaj pas përfundimit të procesit zgjedhor deklaroi se Kosova edhe një herë dëshmoi organizim të zgjedhjeve me standarde të larta demokratike. Ai u shpreh se dita e zgjedhjeve konfirmoi fuqinë politike dhe stabilitetin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke theksuar se subjekti i tij ka triumfuar në 5 komunat ku kishte qeverisur deri më sot, si do të jetë pjesë e bashkëqeverisjes në mbi 10 komunat të tjera. Sipas tij, në kuvendet komunale Aleanca do të përfaqësohet nga 98 asamblejist. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.